Përshëndetje dhe mirë se erdhët në emisionin Prehje Verore, ku prej sot do të startojmë me atë bagazhin të themi lirisht që e kemi rumbullaksuar lidhje me atë se do të prezantojmë emisionin ton të parë veror, mund ta quaj lirisht. Do të prezantojmë shumë mysafir të ndryshëm ku do të flasim dhe për tema të ndryshme, kuptoj qofshin ato edhe verore ose tema të përgjithshme, mirë po në përgjithësi do të jenë ata persona të përzgjedhur adekuat të temës, kuptohet. Dhe sot konkretisht do e filloj emisionin me një temë e cila ka të bëjë me verën, sepse jemi në atë stin dhe pikrisht do të flasim për librat e verës. Në përgjithësi, gjithë tani kuptohet se bëhen gati për pushime dhe automatikisht duhet që të bëni një vend në bagazhin tuaj sa i përket librave të cilat i keni përzgjedhur për t'i lexuar. Mirë po, për të folur lidhje me atë se cilat janë ato libra të cilat me të vërtet ja vlen t'i marrim për pushime, kemi një person adekuat për këtë temë dhe pikrisht është një profesoresh universitare, Vjollcë Berisha. Përshëndetje dhe mirë se erdhe, Vjollca. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën. Urime për emisionin. Faleminderit. Uroj që t'ju sjell mbarësi me që jam mysafir i parë i emisionit. Nuk dyshoj që do ta keni një seri kështu emisionesh të suksesshme. Më vjen mirë që po e filloni me mua, faleminderit për këtë nder që më bëni. Kënaqësia është e jona, prandaj dhe ne ju përzgjodhëm juve, sepse jeni me të vërtet një person shumë i dashur, ta quaj dhe pozitiv. Rofsh, faleminderit shumë. Atëherë, pasi që e filluam me verën dhe i njëjti emër është dhe i emisionit Prehje Verore, si me ju keni bërë plane për verën tani ose jo? Për plazh, diçka? Plazh, unë bëra një pak plazh, jo shumë gjatë, sepse ato janë rrethanat, dinamika nuk më lejon shumë që të bëj shumë gjatë, e mbarova mund të themi. Po leximi i verës vazhdon. Vazhdon, ha? E preferoni më shumë leximin verës ose në për gjithë stinat e vitit? Po tani, nuk e di, unë kam profesion leximin, do të lexoj 2 herë. Lexoj për kënaqësi dhe për profesion, kështu që nuk bëj ndonjë dallim në stin. Po vetëm varet ndonjëherë libra që i përzgjedh, bie fjala ndonjë libër me shumë borë, me shumë dimër, e la të lexoj në ndonjë vjesht, në ndonjë kështu dimër, ndërkohë që të tjerat pak më lezonjare, pak më të lehta mund në janë më të preferueshme verës. Atëherë, Vjollcë, pasi që ju jeni një person me shumë, mund ta themi lirisht, obligime, edhe desha ta di si fillon ajo dita juaj dhe atë agjendën që filloni ju, për shembull, që e praktikoni gjatë ditës. Është një ditë e ngarkuar më shumë ose jo? Është tepër e ngarkuar, sepse mendoj që tani rrallë gjende njerëz që si kanë ditët e ngarkuara dhe kur takojnë ndonjë të tillë e shoh kështu pak me lakmi, bile me një dozë zilie. E kam ditën e ngarkuar si të gjithë njerëzit sot. Jam pedagoge në universitet, filloj ditën natyrisht me punën që bëj atje, pastaj merrem me punë përsëri që kanë të bëjnë me fakultetin gjatë pasdites, ndërsa mbrëmjet i mbush zakonisht me prezencën në një lokal timin që e kam një biznes të vogël, angazhohem pak aty. Kështu që dita është e stërmbushur dhe koha e pasdites dhe mbrëmjeve natës vonë më saktë mbetet për lexime kështu për qefi, që s'kan të bëjnë me studimet. Po, sa është e vështirë në Tetov thjesht një femër ta quaj lirisht e cila ka shumë obligime si puna e profesionit, njëkohësisht dhe të qenurit biznismene, mund ta quaj lirisht, është e vështirë ose jo? Po, është natyrisht, po unë nuk do ta kisha nda këtë, kam thënë edhe herë tjetër, do të thënë, nuk i ndaj shumë kështu se është vështirë për femrat, nuk është për meshkujt. Mendoj që në përgjithësi të bësh diçka për të qenë është vështirë si për meshkujt si për femrat. Jo vetëm Tetov, gjithandej, po Tetova me rrethanat e saj, me disa paragjykime, me disa mënyra të shikimit pak më atipike, mund të themi që vështirësohet, por ky vështirësim nuk ka të bëjë vetëm me femrat, ka të bëjë edhe me meshkujt, kështu që është vështirë natyrisht. Mendoni se në Tetov tani më janë thyer ato tabut, mund të themi lirisht, dhe femra i ka gjithë dyert e hapura? Absolutisht që po, absolutisht që po. Në përgjithësi, do me thënë, kemi ndryshuar, ta quaj lirisht? Kemi ndryshuar, unë mbaj mend, dhe ky ndryshim, ma merr mendja, ka të bëjë me institucionet. Dhe në qoftë se ne në të ardhmen do të përqendrohemi më shumë që ti ndërtojmë, ti themelojmë dhe ti ruajmë pastaj të mos i shkatrojmë institucionet, do të bëjmë edhe lëvizje edhe më të mëdha përpara, sepse natyrisht vetë ekzistimi i institucioneve, rreth pari Universitetit Tetovës, tregon që e ka bërë atë rolin e vet. Dhe këtë shumë shpesh ilustroj me një shembull tepër të thjesht, kështu them, kur isha unë e vogël edhe kur shkoja në ndonjë manifestim, qoftë letrar, qoftë historik, kishin qejf që ta thyenin njerëzit atë që e shënonin atë ditë, programin ta thyenin monotoninë e leximeve me ndonjë pikë muzikore. Dhe zakonisht e sillnin, dhe kjo nuk është larg, është para
20 vitesh maksimum, e sillni një fëmijë të shkollës fillore të muzikës edhe mbante mezi violinën, i binte ose mezi mbante kitarën apo ndonjë instrument tjetër, ndërkohë që tani vjen prej fakultetit të muzikës, bëhet një pikë e jashtëzakonshme që le mbresa të mëdha. Më thënë dua ta shpjegoj rolin e institucionit, që do të thotë se për 20 vjet ndryshohet jashtëzakonisht shumë. Prandaj edhe po them që ky ndryshim pozitiv në të ofrën të gjitha aspektet ka të bëjë me institucionet dhe nëse ne më të tjerë do të jemi vigjilent dhe koshient për rolin e institucioneve, do t'i themelojmë sa më shumë tonat shqiptarë dhe do t'i ruajmë, nuk do t'i prisim. Kjo është. Kjo është. Po, ju gjithashtu e jeni edhe profesoresh, si që theksuat. Si është ajo marrëdhënia juaj me studentët? Është ligoroze vjollca? Jo, nuk është. Unë i dua shumë studentët. Tani unë preferoj atë metodën ex cathedra, qoftë për shpjegim, qoftë për provime. Nuk jam shumë i thare këtyre kërkesave bashkëore të metodave shumë bashkëpunuese gjatë ligjëratave, sepse konsideroj që pedagogu është ai që duhet përgatitet shumë në shtëpi, 5 fish më shumë dhe pastaj për atë 5 fishit nxjerr ekstraktin atë më të nevojshëm që mendon se duhet t'i jepet studentëve dhe duhet t'u jap atyre studentëve të cilët duan ta marrin, sepse ata janë të rritur, nuk janë shkollave të mesme dhe që duhet t'i obligosh me çdo kusht që të vinë në ligjërata, ata që mendojnë që kanë çfarë të marrin prej teje, ata që kanë interes 2-3 çelësa për jetën e tyre të ardhshme të profesionale të marrin prej teje, vinë i marrin, dhe kështu që rigoroziteti humbet këtu teku. Ndërkohë që rigoroziteti i provimit për atë nuk duhet diskutohet, ajo natyrisht që ajo duhet të jetë patjetër, ajo nuk diskutohet. Bile mendoj që gjithmonë është pak, duhet edhe më shumë të ngriten kriteret, gjithmonë në të mirë të së ardhmes. Si është ajo mesatarja ta quaj lirisht e studentëve? Ka student të mirë në të Ka, unë jam e kënaqur. Tani ne punojmë më shumë me vajza në katedrën tonë, sepse kryesisht kemi vajza, që nuk më pëlqen, do doja të kishte edhe meshkuj më shumë, po nuk e di pse shqiptarët më shumë janë kështu të predispozuar për të shkuar më shumë në drejtime të tjera për poste në letërsi, për meshkujt po flas, ndërkohë që vajzat më shumë vinë, zgjedhin këto drejtimet e arsimit më shumë. Dhe në përgjithësi ka student të mirë, ka edhe student që lënë për të dëshiruar natyrisht, por ka edhe punëtor, ka që dëshirojnë të lexojnë. Ne aty nuk i thrasim që t'u mësojmë letërsinë, nuk i thrasim që t'u mësojmë gjuhën, ne i thrasim dhe përpiqemi bëjmë gjithçka që ata të marrin disa orientime që pastaj në jetë të dinë se në cilat ujëra do të notuar. Sepse janë shumë pak 8 semestra për të arritur që të bësh prej tyre komplet gjithçka të dinë, sepse edhe te ne ka shumë gjëra që lënë për të dëshiruar. Natyrisht sepse dija e mira e bukura nuk kanë fund. Po, edhe siç dihet që gjua shqipe çdo ditë dalin fjalë të reja. Fjalë të reja, po libra, po është natyrisht. Është shkencë në zhvillim. Okej, tani do t'i kthehemi librave. Patjetër. Vjollc, sa je ti e lidhur me librin? Kam të themi kështu, një lidhje, ndonjëherë them, është si një lloj damke kjo punë, kur të bie në qafë është një lidhje fatkeqe, themi, deri në atë shkallë, është një, po them fatkeqe për shkak se s'ka mundësi pastaj të shkëputesh. Unë, si të gjithë njerëzit e profesionit tim, ky profesion është një profesion që të rëmben dhe të don të tërën, nuk të don pjesërisht, dhe mua më ka rëmbyer të tërën, leximi, libri, letërsia. Jam e kënaqur sepse kam një botë alternative ku ik, ama është fatkeqësia tjetër sepse ma nuk ka shkëputje. Ma fillove një herë dhe nuk ka. Kjo është, edhe unë mbaj mend që kur isha në shkollën fillore, profesoresha e lëndës, do me thënë e gjuhës shqipe, ishte ajo që çdo herë thoshte këtë gjë, do me thënë duhet të lexoni dhe do e shihni sa do e përvetësoni. Mirë po, para se me marr me lexu nuk e besojsha, do me thënë dhe njerëzit cilët po na ndjekin, nuk e besojnë para se me e marr vetë, do me thënë atë librin e duar. Ata që sepse ka të tillë fatkeqësisht që nuk kanë aq shumë kontakte me leximin, e din, po është një gjë e rëndësishme sepse të gjithë e din rolin dhe rëndësinë. E din, gjithë flasin mirë. Gjithmonë kur thon ajo është person që lexon e shohin me admirim, po kanë dëshirë që edhe vetë nëse s'lexojnë që të lexojnë fëmijët e tyre, po megjithatë kjo shumë nuk funksionon sepse duhet një lloj tradite, t'u mësosh edhe fëmijëve librin. Sa kemi ne edukim në lexim ku jemi këtu? Po tani brezat e rinj besoj që janë më mirë. Shoh prindër që u blejnë fëmijëve libra, shkojnë nëpër panaire, nëpër librari. Edhe nëse vetë nuk kanë lexuar më përpara, u lexojnë, por ideja është që e din prindët shumë mirë, prindët e ri dhe edhe ata natyrisht të moshës së mesme, se
nuk mjafton vetëm të thush fëmijëve që duhet të lexosh, leximit pasuron, fëmia bën atë që bën ti, domethënë duhet të shohë ndonjëherë të lexosh, nëse fëmia shet që gjithë ditën rrim në celular, natyrisht që ai do të ikë prej leximit. Tani duhet shumë të bëhet kujdes me fëmijët, sidomos sepse është leximi në luftë jashtëzakonisht të madhe me teknologjinë. Dhe kur është në atë luftë të madhe, natyrisht që do edhe shumë përkushtim që të mundet ti tërheqesh nga një gjë shumë atraktive për aty, ndërkohë që shumë më pak e dobishme për ardhmërinë e tyre, për ndërtimin e botës së tyre, sepse ju e dini, unë e kam thënë edhe herë tjetër, që nëse ka një inxhinier të personalitetit, një arkitekt të personalitetit njerëzor, është pikërisht leximi. Nuk ka gjë tjetër. Domethënë ajo që lexon, që në vegjëli, ato janë në shtresat tua nesër të personalitetit tonë, ajo je ti vetë. Po, për kur keni filluar ju të lexoni kështu dhe kuptohet se fjalori shumë përmbushet nga leximi? Absolutisht që përmbushet, bile ndonjëherë po kaluan 2 ditë, e jeton me njerë që të kanë rënë disa fjalë të humbet. Se ashtu është, po si lexove të dukesh, nuk diskutohet, po nuk e di, shikoni edhe për të gjithë fëmijët, edhe për mua, për të gjithë njerëzit që e duan leximin, ma merr mendja që kanë filluar shumë herët. Ajo fillon nga prallat, nga leximet që t'i bëjnë prindërit, ndërdia jote regjistron strukturat, regjistron fjalit, që aty duhet bëhet kujdes shumë që edhe librat që lexon të mos jenë nga përkthimet dobta, sidomos tani po shiten libra shumë të lirë që janë përkthime nga gjuhët slave kryesisht dhe janë përkthime skandaloze që ja çoroditin fëmijës sintaksën që ndjep, se ti ja mëson, ndërkohë që mund të bëhet kujdes që të merren disa libra që janë nga përkthyes të mirë, që njohin gjuhën shqipe dhe që do të ketë edhe sintaks si duhet, po do të ketë edhe fjalë të tjera që do t'i mbeten atë kujtesën rezervë të fëmijëve. Atje fillon te prallat, pastaj ajo dëshirë te unë më shumë ka filluar te libraria e vogël e fëmijërisë, te librat që më janë blerë për dhuratë, më pastaj për pesën e parë, për pesën e dytë, edhe kur kam ditur mirë t'i lexoj, edhe kur s'kam ditur mirë t'i lexoj. Ka vazhduar kështu. Ka qenë inspirimi i prindërve ose jo? Natyrisht, gjithmonë është inspirimi i prindërve. As shumë sa i matë nuk mjaftohej asnjëherë me atë që unë lexoja. Më jep të shembuj të njerëzve që kanë lexuar gjysmëlibri kur janë zgjuar dhe gjysmëlibri në darkë para se të flenë, dhe bëja unë garë të jashtëzakonshme me veten që ta mbrija atë kohë, e mbaj mend shumë mirë këtë. Atëherë më krijonte nervozëm, po më pastaj u krijua si një dëshirë. Ideja është gjithmonë fëmijës duhet t'i lexohet kur vetë s'din dhe pastaj t'i jepet që të futet në këto rrjedha dhe po arriti që ta bëj tradit, po arriti që ta bëj ushqim shpirtëror, nuk i rin shpirti pa të lexim. Pastaj letërsia ishte ajo që më tërhiqte vazhdimisht, që në klasën e 2, 3, të gjithë librat edhe nëse i merja të përdorur, vetëm librin e leximit e doja të ri. Sepse kërkoja aty vjershat, i lexoja gjitha përmendsh, i kaloja vetëm pjesët e letërsisë popullore, sepse aso kohë nuk e dija që janë shumë me rëndësi. Më dukeshin pak të mërzitshme, si fëmijë, po flas, i kaloja, ndërkohë më vonë, natyrisht, ndryshoi bindja e pash që gjeneza është gjithçka aty. Kjo ka qenë një lidhje shumë e madhe, jashtëzakonshme me librin, që vazhdon të ngelet edhe më tutje. Po, absolutisht. Zakonisht ne i paragjykojmë librat, mund ta themi lirisht. Ket njëjtin mendim për këtë lidhje me atë se i paragjykojmë sa i përket kopertinës dhe është i trash ose i holl libri. Është ajo, domethënë që gjitha gjërat, sepse është gjitha bëjnë pjesë këtu. Ndonjëherë edhe unë vetë vijem në kështu emrat që si njohim, sepse botohen shumë libra. Prandaj duhen rekomandimet e drejta, recenzionet. Ne na mungon tani kritika e mirëfillt. Ne kemi shumë studiues, shumë studime të thella mbi letërsinë, ama nuk kemi për shembull kritika, recenzione në për revista, në për gazeta, po tani edhe në për portale që të arrin lexuesit deri te një rekomandim i drejtë. Bie fjala mund t'i besoni shijesime dhe do të thoni, po kjo ma rekomandon këtë libër, flet kështu për atë shkruan dhe do ta merrni atë libër. Sepse përndryshe atë shumë botohet, atë shumë shkruhet saqë nuk keni mundësi t'i ndiqni të gjitha. Dhe në momentin që eshe një emër i panjohur në kopertinë, nuk e ke dëgjuar më parë, nuk shkon dora ta marrësh sepse jeta është shumë e shkurtë, libra ka shumë dhe nuk ke qejf të marrësh një libër që në fund nuk do t'jesh i kënaqur. Prandaj ndjekim autorët. Unë ndonjëherë mendoj se sa kam pasur fat, aq dhe pafatësi që kam filluar shumë e re në fakultet me njerë në punë, sepse filloj u ngushtua rreth i leximeve, se fillova t'i lexoj vetëm autorët kanonik, t'i di të gjithë deri në fund. Ndërkohë që gjatë studimeve lexon gjithçka që të bie në dorë, domethënë ngushtohet rrethi, se është rreth i jashtëzakonshëm i gjerë. Kështu që ne na mungon shumë kjo kritik rekomanduese, themi.
Nga nga tjetër mungon edhe në shkolla, se edhe mësusit edhe programet shkollore nuk jam e kënaqur nga mënyra e përzgjedhjes lektyrave që bëjnë, sepse ato do t'jenë konform shijeve të nxënësve, jo t'jenë vetëm çfarë kanë lexuar prindërit e mi në moshën e tyre kur kanë qenë në adoleshencë, t'jepet edhe adoleshentit sotëm që shihni filmat e vizatuar që i shohin fëmijët e ditëve të sotme. Aty do ta shohësh ku është kërkesa e tyre dhe dëshira për t'i parë, ku është niveli i tyre. Atëherë si mund të kërkojmë prej atij fëmijës që i sheh ato filma të avancuar, luan ato lodra dhe lojra të internetit, aq të avancuara të lexoj libra që kanë lexuar baballarët e tyre kur kanë qenë 7 vjeç. Do të thonë që rekomandimet i largojnë fëmijët absolutisht nga leximi. Ku mund t'jetë ky problem, për shembull, ku nuk ka rekomandime dhe njerëzit marrin ato që u dalin përpara, për shembull? Po rekomandimet njerëz të lektyrat shkollore duhet bëhen më shumë sipas shijes nxënësve. Arsimtarët do t'japin pjesë, jo vetëm sepse ne kemi disa libra, besoj edhe ju kujtohet edhe mua më kujtohen nga shkolla, disa autorë që s'kemi dashur as t'i marrim t'i lexojmë, vetëm edhe pse i kemi ditë që janë autorët më të rëndësishëm botror, vetëm se një traumë shkolle kemi pas prej tyre. Domethënë, nëse arsimtari i letërsisë do t'ishtë deri në fund një art dashës, një letërsi dashës, një pasionant i leximit, unë mendoj që do të zgjidhte nxënësve pjesë, do të lexonte pjesë nga i libër, që më pastaj ai të shkojë dhe ta zgjedh një të tillë për lexim. Jo kështu ta ketë vetëm si traumë emrin e tij, dëgjon gëtë dhe i kujtohet shkolla dhe njëshi dhe dyshi i shkollës. Mendoj që duhet gjenden disa metoda që fëmija t'jetë pak më afër. Po, mendoni se dallojnë librat në mënyrën se si lexojnë njerëzit? Gjithkush ka, natyrisht. Gjithkush ka preferencat e tij dhe mënyrën e leximit. Tani nuk e di konkretisht për çfarë keni fjalën. Do me thënë, në mënyrën, për shembull, dikush mund ta kuptojë ndryshe një libër, Absolutisht. ose dikush ndryshe varet se si e gjen veten. Shumë mirë keni thënë, po. Aty. Kështu është puna. Tani edhe kret teoritë e reja merren me këtë. Nëse dikur janë marrë bie fjala vetëm me autorin, me rrethanat biografike, domethënë është pozitivizmi, mos t'jem shumë ne. Nëse janë marrë me rrethanat biografike, me kur është shkruar vepra, më pastaj janë marrë ekskluzivisht vetëm me tekstin studime tjera, domethënë strukturaliste i kanë abstrahuar të gjitha edhe autorin edhe rrethanat historike. Studimet moderne merren shumë me lexuesin, sepse lexuesi konsiderohet bashkautor, sepse kultura jote që lexon, kultura jote e shkruan e mbishkruan atë libër, sepse asesi në asnjë mënyrë nuk e lexojmë në të gjitha nuancat njësoj, unë edhe ti të njëjtin libër. Ndryshon profesioni, ndryshon mosha, ndryshon këndvështrimi, bagazhi, kultura. Do të thënë, këtë mund ta themi kështu, nuk lexon ti, lexon kultura jote. Nuk shkruan ti, shkruan kultura jote dhe natyrisht kultura jote e mbi ndërton atë libër, bën prej një libri 100 faqe, dikush e bën 200, dikush e bën 500, varësisht nga bagazhi. Po, këtu lidhet edhe ajo se për shembull varet çfarë libri mund të ish lexuesi i duhur për secilin prej tyre, domethënë varet libri. Zakonisht për shembull njerëzit, siç e theksuat dhe ju, marrin rekomandime prej tjerëve pa mos e ditë se e ka moshën ose moshën e duhur për ta lexuar ata. Po, shumë problem. Prandaj kjo është ndoshta ajo arsyeja që ne nuk dimë çfarë të lexojmë dhe në rinin e hershme, adoleshencën time ishte një bibliotekiste që ende është dhe e dua shumë, Gjyltene Idrizi. Ajo merrej shumë me lexuesit në bibliotekën e Tetovës. Ishte shumë e re atëherë, sapo kishte mbaruar studimet, ishte një befasim për të mirë për ne lexuesit që deri atëherë kishin parë përpara vetes vetëm gra të moshuara, shumica maqedone, burra të moshuar që nuk na i rekomandonin. Erdhi menjëherë në një frymë e re, zonja të reja aty dhe njëra prej tyre, shqiptarja e vetme me sa mbaj mend, prej të rejave po flas, ishte zonja Gjyltene. Rekomandimet të jashtëzakonshme për librat dhe i mësoj lexuesit dhe thoshte me veten e vet, ma merr mendja prej kësaj distance, që kjo me që e ka kthyer sot këtë libër, këtu është me këtë nivel, ja jepte një pak më lart dhe nuk bënte hapa të jashtëzakonshme prej 1 në 10 që fëmia të shkëputet nesër nga libri, po fëmijë po them se për adoleshentë atëherë për shkollat të mesme, po aty kam parë rolin e një bibliotekiste, përveç rolit prindit, rolit mësuesit, edhe rolin e njerëzve që e bëjnë me zell dhe me dashuri punën. Unë dhe brezi im, po brezi im e di, dhe e di që është kështu, ka pas rol të jashtëzakonshëm për
avancimin e leximit, pse jo? Dëshirën e leximit ne kemi pasur gjithmonë, ama avancimin, përzgjedhjen. Pasi që ka qenë çdo herë avancimi, përzgjedhja, gjithë këto. Mirë po, sa ka mundësi, do me thënë Tetova, edhe biblioteka Tetovës që të ofroj tituj të rinj, për shembull? Ne nuk kemi shumë. Ka pas një kohë një periudhë të artë për librin shqip në Tetovë, në bibliotekën e Tetovës, dhe ajo para 2001 ashtu dikun duhet kishte qenë, nuk e mbaj mend tamam, kur është bërë një furnizim më i mirë, janë sjell librat më të mirë, ndërkohë që le shumë për të dëshiruar. Po megjithatë, nëse shikohet se sa zbrastira ka në lexime, sa etje ka, mendoj që tash për tash mjafton për lexuesit mesatar edhe ai bagazh, po mjafton vetëm të shkohet, të kërkohet, të vihet deri te libri dhe të fitohet lufta me rrethanat e tjera, me teknologjinë. Kjo është ajo që çdo herë mundohemi, do me thënë ta hjekimi, po është pjesë e jona. Absolutisht. Sidoqoftë, tani do ta bëjmë një pauzë të shkurtër, do të ndjekim një muzikë dhe do të rikthehemi përsëri për të vazhduar edhe më tutje me temën e librave. Na ndiqni. Rikthehemi në studio për të vazhduar edhe më tej me emisionin Prehje Verore, ku sot flasim për librat me të nderuarën Vjollcën. E shoh Vjollca se ke marrë libra me veti, dhe vërehet se do me thënë e donë shumë leximin dhe i mban afër. Desha ta di, cili është ai libri që deri tani e ke lexuar dhe mund të themi lirisht është i vetmi që e keni gjetur veten? Nuk e di, unë ju thash parës, nuk kam ndonjë gjë kështu shumë që e kam gjetë veten, sepse në kohra të ndryshme kam gjetë të më shumë. Tani më kërkesa ime është ndryshe. Kur isha adoleshente, natyrisht kërkoja libra që do t'i përshtateshin dëshirës time, mendimeve të mia në atë moment. Edhe tani, natyrisht, ju thash që parë se kultura jote është pjesë e mbishkruan, themi, në një farë mënyrë librin, po ka shumë libra që i dua, i kam për qefi. Unë, kur tham që do të flasim për rekomandime gjëra, i mora disa me vete, vetëm këshu për t'i ekspozuar këtu libra shumë të njohur, që njihen, sepse ne tham që do të flasim për libra të verës, dhe zakonisht njerëzit para se të bëjnë plazhin, kërkojnë libra, dhe kjo më pëlqen. E din që atje do të rinë dhe është bërë një lloj rutine që kur udhtojnë edhe kur janë në plazh të lexojnë. Po pse jo, dhe kjo është mirë, nuk i dihet, mbase pastaj mbetet si traditë më tutje. Po zakonisht i zgjedhin disa libra shumë komercial, që mua natyrisht nuk më vjen mirë. Unë do të kisha dashur që të zgjidhnin diçka nga klasikët, sepse ajo 100% do t'i çonte në kërkim të një libri tjetër. Po megjithatë ashtu është tani, e dim që arti përgjithësia, arti i masave kështu është, shumë afër kiçit, sepse shikohet për diçka momentale, për një themi tek, për një dëshirë momentale, për një mendim momental, nëse përkon, për një situatë jetës tënde, kërkojnë librat. Se përndryshe s'ka si të sqaroj këngët koti që dëgjohen sot, s'ka si të sqaroj serialet koti që shihen sot, më thënë edhe disa libra bëjnë pjesë në këtë themi rreth konsumatorës, ndërkohë që ata që vërtet duan të lexojnë, ata që kanë filluar të lexojnë si të ri, që kanë lexuar shumë pralla, sepse aty është Chelsea, të lexosh shumë pralla kur je i vogël, ata natyrisht që do të kërkojnë të lexojnë nga klasikët, do të kërkojnë të lexojnë nga këta autorët e fuqishëm, penat e fuqishme bashkëkohore, qoftë nga letërsia jonë, qoftë nga letërsia e huaj, dhe për fat letërsia e botës, një shkrimtar të jashtëzakonshëm, shkrimtar që ta prishin gjumin për 3-4 net. I tillë është bie fjala libri Vargas Llosës, Festa e Cjapit, që shkruan për një diktaturë të jashtëzakonshme në Republikën Dominikane. Ai është nobelisti i 2000 vjetës, një vepër jashtëzakonshme që është përkthyer mirë dhe është botuar së fundmi në Tiranë. Cili është ai libri i fundit që e ke lexuar? Libri i fundit është një libër Anatol Tos, edhe unë këtu mashtrova pak, e mora në plazh me vete, një libër me rekomandimin e një mikesime, që nga kopertina mu duk shumë komercial, po me që rekomandimi ishte, nuk u ndava shumë e kënaqur, po me që kam atë manin që nuk e braktis shumë lehtë, nëse e kam filluar, du ta vazhdoj, nuk u ndava tepër e kënaqur, dhe më erdhi inat që nuk e mora me vete librin që tash e kam për ta filluar, Loja me ruazat kuqe, që është e Herman Hesses, nuk e kam lexuar me kohë. Më erdhi tepër inat që nuk e bëra këtë zgjedhje, po u bazova te ajo që ai mund të ishte pak
më i lehtë ndoshta për pushim. Në përgjithësi, do me thënë, pushim njerëzit, në fakt, i ndajnë ato librat lidhje me atë se librat e verës ose të dimrit, siç dihet, nuk mund ndajnë, mirë po në përgjithësi, pasi që për shembull në plazh, më shumë preferohen librat më të lehtë, i quajmë më romantik. Cila është më romantik? Ata mendojnë se nëse autori, këtu është problemi, që keni shumë të drejtë, nuk ndahen ashtu, po nëse ata mendojnë që nëse autori është i rëndë, nëse autori e ka emrin Hugo, nëse autori e ka emrin Goethe, Dostojevski, duhet të ishte shumë i rëndë. Nëse e ka Kadare, mendojnë se është jashtëzakonisht i rëndë, duke bajnë, ndërkohë që janë të lehtë, sepse lehtë është ajo që t'i jep kënaqësi, ajo që shpirti yt e pranon lehtë. Dhe ata mendojnë se nëse do t'jetë autori i rëndë, themi për këtyre që përmenda, do t'jetë libri i tmerrshëm, i vështirë për trurin e tij, nuk e din që ata shumë thellë hynë në ty, ama rrugën për të hyrë e kanë milimetër pas milimetri dhe nuk hapin gropa tektonike brenda teje, po milimetër pas milimetri hynë të ti. Do të thënë, hyrja të ti, një letërsi e tillë është jashtëzakonisht e lehtë dhe kjo është letërsi e lehtë. Do të thënë, një letërsi që të vjen sikur bisedon ti me një si çlodhës tjetë. Çlodhës absolutisht, çlodhës. I tillë është për shembull libri Udhtim në fund të natës i Selinit, të tillë janë librat që i shihni këtu Shkëlqimi dhe rënje shokut Zylo, një libër me një humor dhe sarkazëm të jashtëzakonshëm, Arka e djallit nisoj nga drejtora Agolli, nga letërsia shqipe po flasim. I tillë është libri Vdekja më vjen prej syve të këtill, që flet për gjëra jashtëzakonisht të trishta, po që ti i percepton shumë mirë për vitet 60, për pozicionin e shqiptarëve të Kosovës, një rrëfim jashtëzakonisht i bukur i profesor Qosius. Janë autor kanonik, janë vepra të rëndësishme, tani më klasike, po që ka mjaft njerëz që nuk i kanë lexuar dhe që do duhet të mos vdisnin pa i lexuar, natyrisht. Mund të na lexosh ndonjërin prej tyre, ndonjë Jo, frazë? unë mora këtu tregime për ata që duan tregime dhe që kanë dëshirë të lexojnë tregime të shkurtra. Është autori italian Dino Buzzati dhe një përkthim i shkëlqyer i Zia Çelës dhe i të birit të ndjer Dritan Çelës, Gruaja me flatra. Këtë libër e kam bler shumë herët 70 denar dhe nuk kam pritur që do të jetë ndonjë gjë 70 denar. Po, 70 denar. Me po vlerën e madhe. Më pak se një macchiato me një ujë. Edhe një libër që të kënaq, Gruaja me flatra quhet, dhe çfarëdo që të lexosh nga autori i Shkretirës së Tartarëve Dino Buzzati, është natyrisht diçka që të kënaq. Tregimet të shkurtra shumë filozofike. Studentët e mi të analizës letrare e njohin mirë Dino Buzzatin, po e njohin mirë edhe këtë tregimin e shkurtër, që do të kishte qenë ndoshta mirë ta ndanim me teleshikuesit, pse jo. Magnetofoni quhet tregimi. Thot, ai pa të thënë asaj, tani janë një çift, ta shpjegojmë. Janë një çift, njëri është shumë i pasionuar pas muzikës klasike dhe gjatë gjithë kohës në magnetofon kur ka në radio muzikë klasike incizon. Dhe tani gruaja me tekat e saj bëhet xheloze dhe dëshiron të bëjë sa më shumë zhurmë që t'ia prish incizimin sepse i pengon përqendrimi i tij në diçka që s'është ajo. Kështu diçka. Thot, ai pa të thënë asaj me zë fare të ulët, i që përgjeruar, mos bëj zhurmë të lutem. Magnetofoni po regjistron nga radioja, mos qit zë, ti e di që unë kam merak, po regjistroj mbretin Artur të Parselit, një gjë e mrekullueshme, një kryevepër, po ajo, kërma, si për inat, sillu lart e poshtë, ece përpiqet takat, vetëm e vetëm që ati ti hipin gjindet, pastaj kollitet e enkas, dhe më pas ja shkrepte gazit me vete, dhe ndiste shkrepsen paf puf, për të bërë sa më shumë zhurmë. E ndërkaq Parseli, Mozarti, Bahu, Palestrina, mjeshtrit e muzikës së përkryer qiellore shkonin dëm. Ajo Maskaresha, Grerza, Tatabiqja, brenga e vazhdueshme jetës. Kështu nuk shtyhej më. Tani, pas kaq vitesh, ai ka vënë po dëgjon atë të shkret shirit, ka vënë bobinën me mjeshtrit, me majat, me Parselin, Mozartin, Bahun, Palestrinën. Ajo nuk është më aty. Ka ikur, ajo e ka braktisur, ajo e gjeti zgjidhjen e la, ai nuk e ka iden se ku ka përfunduar ajo. Ja tani Parseli, Mozarti, Bahu, Palestrina tringlojnë si pashie, të vjen për të vjell, ka trahur të mallkuar. Ja i trokthi lart e poshtë, ja trokitja e takave, ja të qeshurat, e dyta sidomos, ja kruajtja e fytit, kolla. Kjo është muzikë qiellore. Ai ka vënë veshin e dëgjon, në ndritën e abazhurit është ulur e dëgjon,
si ngurosur në koltuk, ka ta ndisur keqe më keq, a i dëgjon pa lëvizur as edhe muskujt më të vegjël të gjymtyrave, a i ri me veshin nga magnetofoni, ja zhurmat, ja peshqeshet, ja kolla, këta tinguj të adhuruar madhështor që nuk i kama, që nuk do t'i ketë kur ma. Shumë e bukur. Më thënë dy faza të jetës së njeriut. Një kur ishte e dashura dhe kur bënte zhurmë që t'ja prish muzikën dhe ky e mallkonte, dhe pastaj faza tjetër kur ajo s'është, ky dëgjon muzikën, po tani se dëgjon më muzikën. Përpiqet i zëra të kollat të televizit. A s'është secili nga pak në këtë tregim këtë fjalë? Po, e vërtet, po. Kjo është pak a kështu. Një periudhë jetës ku themi lirisht kur e kemi dikën të mirë, po nuk ja dim vlerën në thonjza ta themi lirisht dhe pastaj kur largohet. Po gjithkujt i ndodhet, jo vetëm me njerëzit, edhe me gjërat me të cilat jemi të lidhur, po kërkoj edhe një tjetër shumë të shkurtër. Që për teleshikuesit ta mund të jetë interesant, po, si një lexim vere, ky është libër i vjetër, e kanë shumë njerëz mund edhe ta kenë, po mund të jetë një rekomandim për të rinjt. Dokumentet që duhen zhdukur. Janë letra dashurie, fotografi të ndyra, poezi rinore, është një pako e madhe. Ti hedh në plera, ti djeg, po ku? A i hedh në banjë, duke i bërë copë e qik, kalon kohë. Nesërme në shoqja hynë në studion e ti, gjithë duke gulquar. Je ti që ke hedhur? Je ti, apo jo? A i zverdhet dhe hesht. Me zë të shuar, qfar? Ajo. Kanë ardhur këtu punëtorët, duhet të shembin murin. Tubi ka ngelur i blokuar, thonë se... A i, qfar? Qfar? Po thonë, ca copa mishi, thonë, të përbrendshmet. Një vajzë e therur e bërë cop-cop. Është një... burr i hedh kujtimet e veta, ditarin, fotografit që janë të një kohë të vjetër, një të dashur të vjetër të ati, i hedh në tubin e tualetit sepse nuk di se ku. Dhe pastaj pas një kohë vjen gruaja, domethënë i ka të tilla, të shkurta, të bën të mendosh, kanë vazhdim, krijon dhe ti një mikrofilm tëndin më pastaj dhe thotë që kanë gjetur punëtorët një vajzë të bërë cop-cop, sepse me ato fotografi, me ato gjëra, ka bërë dhe një njeri të kohës së shkuar. Thënë pak e shumë bile ka dhe më të bukura, tregimi mint është jashtëzakonshëm. Mirë po, me të vërtet se cila e ka vlerën e vetë. Mirë po, desha ta di, ka pat rast që të lexoni një libër mbi 2-3 herë? Absolutisht po, bile njerën e kam këtu, është dashnori Margaret Duras, është një shkrimtare franceze, është një libër që mua ndonjëherë më bëhet se kam shkruar vetë për nga stili. Është një histori e një vajze shumë të reja, adoleshente, që ka një të dashur nga Indokina, një njeri jashtëzakonisht të pasur, që ja mëson kësaj dashurin. Kjo edhe pse në fillim është një femër, po mënyra e shkrimit është jashtëzakonisht, sepse unë tani po kërkoj më shumë mënyrën e shkrimit, më shumë se sa storia brenda, sepse ndonjëherë një histori e njëjtë e shkruar nga dora një mjeshtrit ka një përjetim krejt tjetër, ndërkohë e shkruar nga një njeri që shkruan vetëm sa për masat, është diçka krejt tjetër. Dhe ai ja mëson për gjithë jetën dashurin, ndërkohë që vetëm për shkak se nuk janë të një race të njëjtë, e ka të qartë se ai inferioriteti do t'i ndaj patjetër një ditë, dhe është një histori e jashtëzakonshme, një 90 faqe, po është në atë kolanën e librave të kohës ditore, mund gjendet kush i ka ato librat, është dashnori, me sa e din, numri 9. Është një libër që ja vlen të lexohet dhe përkthimi i shkëlqyeshëm i Nasilerës, sepse edhe përkthimi është një tjetër problem, në qoftë se nuk është përkthyer mirë, kot që autori është shumë i mirë, të pengon, ta vret diçka veshin, diçka nuk shkon gjatë kapërdirjes të atij librit. Më shumë ju fokusoni tek librat shqiptar ose këto të përkthyer? Të dyjat, po atë desha të them edhe Prillin e Thyer e kam lexuar 3-4 herë. Prilli i Thyer është një kryevepër i letërsisë shqiptare. Mendoj që e kanë lexuar sepse e kanë pasur në shkolla, po edhe ata që nuk e kanë lexuar, edhe ata që kanë thënë që është te ata gogolët që na trembin, unë do të kisha thënë që nëse se kanë lexuar vrap ta marrin, sepse e lexojmë, e duam më shumë kulturën tonë, traditën tonë, dhe shohim se edhe për ato gjëra që ndonjëherë kemi parë, ndoshta me sy të keq, ka elemente se si duhet parë mirë, dhe faktikisht edhe e njohim vetveten më mirë. Sikur se e njohim nëpërmjet këngëve, nëpërmjet traditës tonë zakonore, përmes rrëfimit të shkëlqyeshëm të Ismail Kadares, dhe të bën ta duash vetveten më shumë, ta duash kombin më shumë, sikur se të bën ta duash më shumë dhe që do ta kisha vënë te librat e detyrueshëm, edhe për plazh si vjet, për librat e verës për cilët po diskutojmë, edhe të gjitha fakultetet si lexim obligativ librin Mosmarrveshja, një libër eseistik nga Ismail Kadareja që flet për raportet e Shqipërisë me vetveten. Domethënë në titull është raportet e Shqipërisë me vetveten, domethënë për ta njohur secili prej nesh kombin.
për ta njohur atë që jemi, atë që kemi qenë, kujt i përkasim, cilat janë luftat tona, cilat janë njerëzit mohësit, cilët mohojnë gjithçka të bukur të historisë sonë, sepse nuk janë pak, cilat janë ata që i fetishizojnë pa nevojë disa gjëra, për të njohur cila është e bukura e letërsisë sonë, traditës sonë, politikës sonë, ne dhe të tjerët, ne dhe vetvetja, sidomos ne dhe vetvetja, dhe mendoj që nuk është as pak një libër i vështirë për lexim, por që për të gjithë do të kisha vënë libër të detyrueshëm në për të gjitha fakultetet e universitetit. Do të thënë njerë ta njohim kombin ton, pastaj të tjerët. Absolutisht. Më shumë fokusoheni tek librat e vjetër ose te titujt e rinj? Shikoni, jeta ndonjëherë kur jep, sepse unë kam punuar edhe 5 vjet në librari si studente, dhe aty e kam parë se çdo të thotë të rish përpara një rafti shumë të madh dhe ta dish që jeta nuk do të mjaftojë që ti lexosh të gjitha, të kesh një dëshirë për t'i përpirë të gjitha, të kesh një mekanizëm magjik që të gjitha për njerë ti ka përdish. Aty kam parë se është shumë vështirë dhe natyrisht që jeta ti ik disa tituj. Bie fjala për disa nga pedagogët, profesionist, kështu kolegë të mi, ndoshta është qesharake të them që unë si vjet kam lexuar Djaloshin Werther, Vojtit e Djaloshit Werther nga Goethe, sepse është libër që kanë lexuar moti njerëzit, po të ik diçka, nuk arrin ti të gjitha edhe nga librat shumë të njohur, nga letërsia klasike, nuk arrin që të gjitha ti lexosh për njerë. Dhe kështu që unë bëj një kombinim, diçka nga ato që më kanë ikur dhe është dashur patjetër dhe s'duhet të vdes pa i lexuar, diçka nga këta që po botohen tani, siç është bie fjala autori, një nga autorët e mi të preferuar, Amos Oz, përpiqem që të lexoj gjithçka që përkthehet në shqip nga ai autor. Po ndërkohë kërkoj që ta lexoj edhe Thomas Mannin, Malin Magjik, që më ka shpëtuar dhe akoma se kam lexuar dhe që një mike imja më thotë që s'duhet të vdes pa e lexuar. Nga ana tjetër prap del një përkthim bie fjala i Llosës, vajza prap, një libër i shkëlqyeshëm, që prap do të kisha thënë le ta lexojnë për këtë verë. Vajza e prap, Maria Vargas Llosa, po Shtëpia botuese tani nuk më bie ndërmend. Skënderbeg Books ose Dudaj duhet jetë, nuk e di saktë, po më duket që është Skënderbeg Books. Do të thënë gjërat e këtilla. Gjërat e këtilla, një këndej, një andej, një nga klasiket që më ka shpëtuar. Po, mjafton që të lexojmë, kjo është. Absolutisht, po nuk munden njerëzit ma merr mendje që do të mendojnë më pak keq, do të jenë më të plot brenda vetes, do të kenë më pak nevojë për të biseduar për punët e të tjerëve, do të kenë më pak kërshëri për punët e tjerëve, dhe nëse do të jenë të kështu, do të jenë më të ngritur, më fisnik. Do të thënë, e barabartë, më të fisnikruar. Dhe nëse kanë diçka që të ndërton, thash, është libri dhe që të fisnikron. Sepse mendimi yt nuk i përket grupit të njerëzve të vegjël që flasin për situata qesharake të njerëzve të vdekshëm, sepse ti më bësh pjesë e komunitetit të njerëzve të pavdekshëm, kur lexon dhe kur shkruan. Kjo është ajo. Po, dhe kjo nuk është demagogji. Kjo nuk është fjalë e pedagogëve të shkollës që na kanë edhe mua dhe juve besoj dhe të gjithë ne që kemi qenë zënës dhe që ata janë, që kanë thënë lexo sa më shumë, libri miku më i mirë, na kanë dhënë hartime tipit të këtill. Ata e kanë ditë që është ashtu, ama ne nuk ju kemi besuar sepse na është bërë shumë klishe, është bërë si demagogji, sepse edhe ata janë mjaftuar maq. E kanë thënë atë dhe kanë lënë. Ndërkohë që ne do të bëjmë diçka tjetër, do të japim disa, thash, ja, ky emision për shembull mund të jetë shumë produktiv në aspektin e nxitjes për lexim, se sa një hartim libri miku më i mirë, që mund ta marr vetëm më si kështu klishe, si diçka të ftohtë. Kjo mund të jetë shumë më e mirë, dëgjoj një emër, rekomandime, edhe pse emrat unë që i përmenda janë emra që njihen shumë dhe që lexon, por megjithatë që mendoj se bëjmë pjesë të libra që s'duhet vdiset pa i lexuar. Ka dhe shumë të tillë. Kjo është ajo motoja. Po, absolutisht. Tregimet e Peterburgut, për shembull nga Gogoli, gjithçka nga letërsia klasike, nga letërsia klasike greke, romake, domethënë, që aty të fillohet, nuk ka më mbarim, është sa i filli Arianës, nuk shkëputet, po të udhëheq në labirintin e letërsisë. Po. Atëherë tani është koha edhe për pjesën e dytë, në fakt për pauzën e dytë, ku do të rikthehemi dhe në pjesën e fundit të flasim për atë mesazhin se çfarë do të na jep Vjollca, lidhje me atë se cilat do të jenë ato tituj të cilat duhet i merrni me vete për pushime, ose atë mesazhin më kryesor lidhje me atë se si duhet njëre për gjithmonë të bindemi, sepse leximi me të vërtet ja vlen që në fakt ja vlen që të kemi në duar libër dhe të lexojmë për shumë arsye që i theksuam dhe tani. E ndjekim.
Rikthehemi përsëri këtu në pjesën e tretë dhe të fundit të emisionit, ku diskutojmë edhe në pauzën me Vjollcën lidhje me libra që i lexojmë ose që i kemi lexuar. Mirë po tani do të flasim lidhje me atë, Vjollcë, se çfarë mendimi ke për librat elektronik? Është pozitive ose jo? Kjo. Nuk e di, kjo më duket pakës një përgjigje çfarëdo që t'jap një ditë do duket anakronike, do të thonë se si, çfarë kam menduar kështu. Unë e kam thënë disa herë, sepse shpesh na bëhet në kjo pyetje, e kam thënë se unë nuk i pëlqej, mua më pëlqen që ta shoh librin, ta prek, ta nuhas. Klasike. Absolutisht. Mënyra si e shoh kopertinën, si e prek, çfarë forme ka, e shoh edhe si më rrin në dorë, aq sa e shoh si më rrin në mendje e në shpirt, do të thënë bëj pjesë te ky grup njerëzish. Po megjithatë, më mirë të lexohet se të mos lexohet. Nëse dikush e ndjen veten më mirë, edhe ajo është mirë, sepse ajo merret. Rrëfimi merret, historia merret, të gjitha merren njësoj, po vetëm për syt është pak më ndryshe dhe thuhet që edhe mbahet mend më pak, ashtu të paktën psikologët thonë, mbahet mend më pak ajo që lexohet në ekranin e kompjuterit. Ndërkohë që unë jam për mënyrën ta prekësh librin, ta nuasësh librin, bile ndonjëherë nëse dy libra janë të njëjtë, të përkthyesit të njëjtë, po shpirt të ndryshme botuese, unë shoh pak të pëlqej edhe kopertina, më pëlqejnë më shumë këto që janë me ato letrat e vjetra, të shtypura në shtypshkronjat e vjetra që janë mekanike, që janë kështu elektronike. Do të thënë unë bëj pjesë te mirë, po nuk është negative, do me thënë. Po tani nuk guxoj të them se është negative, sepse nuk e di pas 50 vjetesh që do të merret, se kush do ta fitoj. Megjithse e di që ardhmëria e librit do të jetë për herë ndritur. Njerëzimi nuk do ta braktis librin në asnjë mënyrë, po megjithatë mënyra se si do të lexojnë, ku do të lexojnë do të jetë, unë do të kisha thënë që më mirë është të lexohet si letër për këtë arsye që thash, sepse komunikon me tërqenjen tënde me librin dhe shijon me tërqenjen tënde më shumë. Është interesante se në përgjithësi tani kohëve të fundit ka dalë ajo që librat për shembull mund dhe të dëgjohen në kufje, për shkak se tregohet, domethënë tregimi i gjithë atij libri, mirë po më shumë preferohet për shembull kur jemi në pushim duke shkuar në vozitje, qoftë në aeroplan, tren, domethënë përgjithësi kjo. Që të dëgjohet. Po, që të dëgjohet. Po, kam dëgjuar. Është mirë kjo ose jo? Po nuk e di, kam dëgjuar tani këtë psikologët duhet ta vërtetojnë më shumë. Unë mund të them vetëm për vojën time, unë kam dëgjuar disa pralla, i kam parë një herë, i kam dëgjuar, ka qenë atraktive për ta dëgjuar kështu se një zë i bukur aktori reciton diçka. Mua më pëlqen më shumë zëri im i brendshëm kur e lexon ritmi im, atë e shijoj më shumë, po megjithatë ka raste, bile me shoqen time, Xhamazien, ka raste kur një orë në ditë kemi qejf të lexojmë me zë. Njëra të lexoj, tjetra dëgjojnë 10 faqe, pastaj tjetra, në thjesht vetëm për argëtim, më shumë se sa për një lexim të thuket. Thjesht për libra që kanë kështu një rrëfim më shumë monologjik, që s'kanë shumë dialogje, e bëjmë edhe këtë lloj vetëm për ta ndryshuar. Do të thënë, për të ndryshuar ndonjëherë, për të eksperimentuar është mirë. Po përndryshe leximi është leximi klasik me zërin tënd të brendshëm që ti e dëgjon me veshët e tu të brendshëm. Mendoj që stresohet më shumë, ka më pak hapësirë për të ikur mendja, e kam provuar, 100% e di se kur të dëgjosh pjesët që i lexoja vetë, kur mbinë mua ato 10 faqet e mia, i kuptoj më shumë se sa 10 faqet që i kalonin bashkëbiseduesit, sa atër bashkëlexuesit në fakt. Atër pak më vështirë, me ikte mendja dhe koncentrohesha, shpërqendrohesha më shpejt. Ndoshta edhe njerëzit për shkak që në përgjithësi kanë nxjerr këto teknologjia në fakt që të paktën mos humbet as pak libri. Unë mendoj se këto janë më shumë tendenca për të bërë diçka interesante, për të shit, më shumë janë punë marketingu, sesa që janë vërtet për të investuar te leximi. Për të investuar te leximi do të kishte qenë, për shembull, po të kishim ne qeveri stabile, njerëz që vërtet mendojnë për ne, për shqiptarët po flas, në vend që të financoheshin prej secilës shtëpisë botuese nga Ministria e Kulturës nga një libër, për të bërë qefin krejt shtëpive botuese që janë si këpurdhat pas shiut, vetëm për t'i përmbush apetitet, do të zgjidhej me atë fond parash që të përktheheshin mirë dhe të botoheshin, bie fjala 50 libra të letërsisë shqipe, 50 letërsisë botërore, siç bëri pjesa maqedonase për letërsinë e vet, që edhe nuk e kanë kërkuar, edhe për letërsitë e përkthyera nga gjuhët e huaja, përkthyen 100 autor, gjithaj projekti madh qeveritar. Ajo është ndihmë për letërsinë tënde, ajo është mënyrë për të bërë diçka për leximin dhe për stimulimin e leximit. Dhe jo të bësh incizime të leximeve të aktorëve, që është një lloj monodrame, themi, si të shkosh në teatr, diçka kështu. Unë mendoj.
Si shkoni ju aty te klubi shkrimtarve, bashkë që jeni? Po, është një klubi shkrimtarve, miqtë e mi që shkruajnë, janë edhe unë jam antare. Disa nga antaret i kemi patur dhe në studio. Po, në studio, sa mirë. Ata janë njerëzit e vetëm, ndoshta që momentalisht bëjnë diçka për poezinë, për letërsinë, një aktivitet, themi. E kanë gjallur në një farë mënyrë jetën e munguar letrare në Tetov, dhe kjo nuk është pak, natyrisht. Është me rëndësi që të Nxorët dhe revistën? Nxorën një revistë të mirë, të sukseshme, që po pres që të bëjnë dhe libra. Nuk jam shumë aktive, sepse nuk kam shumë kohë për qenë aktive. Vetëm i ndjek ato mbrëmjet letrare që i bëjnë të mira, lidhemi, takohemi, lexojmë ndonjë gjë bashkë. Sa u ndihmojnë institucionalisht? Unë nuk kam shumë të dhëna, sepse unë jam vetëm ashtu një antare pasive, nuk di kështu shumë më shumë për aspektin, po sa kam dëgjuar prej mikut tim që është kryetari i klubit, profesorit Eju Pajdini, nuk ndihmohet, si të gjitha nismat kulturore të mira nuk ndihmohet, sepse gjërat e këtilla duhet të ndihmohen, se gjëra për një natë efemere që janë, ato janë gjëra të mira që sjellin diçka shijes së përgjithshme, po ama nuk krijojnë institucion, nuk krijojnë traditë dhe pastaj natyrisht humben më lehtë, nuk janë gjëra të qëndrueshme. Ju gjithashtu jeni shumë e lidhur me poezi. Po, jam shumë. E mirë që e përmendet, sepse ne u ndalem vetëm te proza, natyrisht leximet do të jenë edhe të eseistikës, tham pak për eseistikën, edhe nga drama, edhe sidomos nga poezia, sepse poezia është ajo që mendoj e ve atë latimin e fundit në personalitetin njerëzor, ato vijat më të holla i vendos. Unë jam lexuese këmbgulse e poezisë, e dua jashtëzakonisht shumë, edhe shkruaj nga pak, ama kur lexoj poezë shumë të mëdhej dhe shumë të mirë, e pranoj që nuk shkruaj poezi. Okej, pasi që jemi në minutat e fundit, ne u munduam që në mënyrën maksimale që të flasim për tema të ndryshme, do me thënë e përzgjedhëm librat e verës, bët gjitha ato lexime, gjithashtu dhe desha si përfund t'jep një atë mesazhin lidhje me atë se qoftë libra që do i marrin njerëzit që kanë bërë plane për të shkuar në pushime, njëkohësisht dhe atë mesazhin se si duhet të vetëdijsohemi për të lexuar. Mendoj që gjithë emisioni, dhe më erdhi mirë që keni filluar këtë emision me temën për leximin, sepse gjithkush duhet ta jap një dorë në këtë anë, edhe ju e keni bërë me këtë emision punën tuaj. Mendoj që gjatë bisedës ne bëm një bisedë spontane me autorët që na kujtuan, me vepra që na u kujtuan. Mendoj që i dham disa rekomandime, por megjithatë do të kisha thënë që të gjithë autorët klasik, pa përjashtim, çfarëdo që të marrin, jo rastisht janë klasik, sepse janë shumë të lexuar, shumë të mirë, do t'ju pëlqejnë dhe këta emra tjerë që i përmenda, tu ikin këtyre librave shumë komercial që janë që vetëm shkruan se është shitur kaq milion kopje, sepse ne e dim se shumë shpesh fatkeqësisht numri i shitjeve, numri i konsumit të një produkti në këtë fushën tonë është në proporcion të zhdrejtë me vlerën estetike të atij libri, dhe kur i shihni ato ka pas kaq milion shitje, mendoj se nuk duhet të jetë tregues po duhet parë emrat e personave recenzent që e rekomandojnë librin, në për revista tjera rekomandimet të ndiqen, sepse nuk mjafton vetëm ajo shifra sa është shitur, sepse ajo flet vetëm për një shitje nga njerëzit mesatar dhe nuk është tregues si një vlerë. Ndoshta edhe paragjykohet, për shembull, kishte rasti librit 50 Shades of Grey, i cili bëri me të vërtet një bujtë madhe, mirë po pastaj u zgjodh libri më i shëmtuar i vitit, në thonjza. Ashtu. Po janë më shumë propaganda, kështu unë atë libër nuk e kam lexuar sepse edhe një autori nuk e njihja, domethënë nuk ishte ndonjë nga librat të cilët unë e radhiste ato librat e letërsisë Ros që nuk më pëlqejnë të lexoj. Kam parë vetëm për kureshtje një 2 faqe që nuk mundesha t'i shtyj. Domethënë nuk ishte rrëfim që mua më pëlqente t'i lexoj. Ndoshta tema pakës interesante, kishte pak më tepër erotizëm dhe ndoshta rinin e bëri që të duket libri më interesant. Për shembull, shumë më përpara do kisha thënë le ta lexojnë Harry Potterin, të gjithë ata që s'e kanë lexuar, pavarësisht nëse i kanë 30 vjet apo 35 vjet, sepse edhe unë tani së voni e kam lexuar, sepse më mirë se sa të lexojnë libra të atill. Dhe nëse jemi te tema të këtilla, letërsia jonë e mirë fillt, letërsia e botës, një dhe tema me një erotizëm jashtëzakonisht të lartë, po që janë shkruar edhe bukur. Kjo është. Mirë po, nuk duhet të merremi, domethënë, aty tek ajo klikimi, te shifrat, duhet përzgjedhim. Përzgjedhim sipas rekomandimeve, bile edhe disa ne vetë që i përmendëm këtu, mund të kishin qenë
si shembull për të marrë. Po deshet, as di nëse kemi 2 minuta kohë? Po, mundet. Mund të shohim një diçka që është midis poezisë dhe prozës, një prozë poetike, që ka shkruar profesor Agim Vinca për librin, thot palimpsest për librin. Do me thënë, palimpsesti është një teknikë, se palimpsesti ka qenë ato pergamenat e vjetër, kur i kanë gdhendur për para, pastaj i kanë fshirë, dhe pastaj kanë shkruar prapë diçka tjetër mbi atë, se teksti poshtë shtresa është dukur. Po më pas, me teknologjinë, me këto vrezet ultraviolet, mund të lexohen edhe shtresat brenda. Dhe kjo teknikë në letërsi është për shembull kur një tekst të thret në një tekst tjetër, shoqërimi desh, asociacionesh, sjell diçka tjetër. Do të thënë, ti e ke lexuar te dikush tjetër, ama tani e asimilon si tënden në tekstin tënd, dhe tekst mbi tekst vjen në një tekst të ri. Është palimpsest për gruan dhe për librin, sa për të qenë pak lezetshme, për të qeshur më shumë. Po ngutem pak. Do ta shijojmë edhe ne, jo, ri rahat. Kemi kohë, sepse ne jemi në prezantim 2 orë radhazi, prej orës 14 deri në orën 16, ku në pjesën e parë do me thënë do e kemi mysafirin, pastaj në pjesën e dytë kemi kronikat cilat pregaditen, kuptohet nga ana jon, konkretisht nga kolektivi, është Azemina Temi dhe Lulzime Qazimi, ajo e cila i pregadit çdo herë kronikat tona. Ju uroj suksese të dy javëve. Faleminderit. Gjithashtu. Palimpsest për gruan dhe librin, tani si një lloj krahasimi. Tër jetën njeriu kërkon gruan dhe librin e jetës. Kushdo që kërkon librin dhe gruan e jetës, do të lexojë të dashurojë pareshtur. Librat janë për plot gabime të shtypit, gratë janë gabime simpatike të natyrës. Librat kanë epitete, krahasime, metafora, simbole, gratë, sy, flok, gjim, vithe. Këtu duhen kërkuar rrënjët e frazës e lexoj si libër, ose e kundërta është thelluar në libër si në gruan e përdal. Deklarata triumfale e kam shtënë në dorë, u përket njësoj edhe grave edhe librave. Edhe me libër edhe me grua shkohet në shtrat, edhe gratë edhe librat ofrojnë iluzione, edhe libri edhe gruaja i frikësojnë konkurencës. I pari të vës, e dyta shemrës. Eva që grua, Biblia libër, Kurani e krason gruan me arën. Nata është kohë ideale edhe për libra, edhe për gra. Kur shuhen drita të gjitha gratë janë të bukura, librat më të bukur janë shkruar në dritën e qirimve. Për librat e bukur dhe gratë e bukura flitet gjithçka. Librat më të kërkuar dhe gratë më të kërkuara shkojnë dorë më dorë. As është mëkat librat e bukur dhe gratë e bukura ti lakmosh vetëm për vete? Vazhdon krahasimi. Vetëm në bibliotek, librat dhe gratë janë të sigurta. Rreziku më i madh fshihet mes rreshtave. Për shkrimtarin e njohull, De Vega, thuhet se e ka ndjekur tër jetën 2 pasione të mëdha, librat dhe gratë. Për Hemingway gjithashtu. Dante dhe Petrarca u akushtuan kryeveprat e tyre, komedia hyjnore dhe libri këngëve, 2 grave, cilat fal atyre u bënd pavdekshme. Beatrice e kishte emrin njëra, Laura tjetra. Zogu i qejve, Lazgush Poradeci, i ndiqte gratë dhe librat në tokë dhe në qiell. Poeti i tokës, Drejtor Agolli, ka një varg ku thot, në dashuri duhet të jesh kolon patjetër, ndërsa njëra nga poezitë e tij më të bukura, kur ti jesh mërzitur shumë, i kushtohet gruas së poetit, e cila pas vdekjes mund ta gjej atë në raftin e librave. Po kur ti jesh mërzitur shumë, në raft të librave kërkom. Atje do jemi fshehur unë në ndonjë fjalë, a ndonjë shkronjë. Gratë që shkruajnë libra bëjnë 2 gabime, e rrisin numrin e librave dhe ulin atë të grave. Një natë dashurie, thot maniaku Balzac, është një libër i lexuar më pak. Thua se kishte dëgjuar kur romancieri Demiurg, refrenin magjik Mallarmean, jeta është e bukur, jeta është e trisht dhe librat i kam kënduar të gjitha. Po skriptum, ç'është ky tekst, mund të pyes dikush me të drejtë. Prozë ose ese apo poezi, s'ka rëndësi. Në shkrime, si në dashuri, ortu ngjatë jeta, rëndësi ka malli, jo etiketa. Shumë e bukur me të vërtet. Ishte pak ma verore, me krahasime të bukura. Shumë e bukur, të falemnderoj shumë Vjollca, ishte një kënaqësi të jesh këtu. Faleminderit që më ftuat, faleminderit për bisedën e këndshme, për pyetjet e bukura. Çdo herë është një kënaqësi sepse çdo herë ke një energji pozitive, kuptohet? Rosh, faleminderit. Dhe është çdo herë kënaqësi të jesh këtu dhe unë ndjem shumë, mund të them lirisht e gëzuar dhe krenare që ishe pjesë, në fakt që ish profesoresha ime, pjesë e emisionit tim të parë. Vjen tepër mirë, Rosh, faleminderit. Atëherë të përshëndes dhe shpresoj që të na vish më shpesh këtu. Me kënaqësinë më të madhe. Okej.